Aferat në Byron Kosovare të Sigurimeve nuk po ndalen. Ku qëndruan dhe për çfarë u përdorën mbi 433.000 euro për 5 muaj. Aferat në Byron Kosovare të Sigurimeve nuk po ndalen. Skandali i fundit që ka zbuluar gazeta Insideri lidhet me mbi 433.000 euro të mbledhura nga qytetarët në pikën kufitare në Merdare, para këto që nuk u deponuan në bank për afro 5 muaj, duke ngritur dyshime serioze për keqpërdorim dhe mungesë totale të kontrollit institucional. Hulumtimi i Insiderit i nisur që nga janari vitit 2025 dhe i mbështetur në dokumente zyrtare, tregon se paratë mbledhura nga policat kufitare nuk përfunduan në llogaritë bankare të BKS-s, ashtu siç kërkohet me rregullore, por mbetën jashtë sistemit për muaj të tërë. Liridon Makolli, ish koordinatori i pikës kufitare në Merdare, përmendet si protagonisti kryesor në këtë skandal. Sipas dokumenteve që ka siguruar Insideri, auditori i jashtëm kishte konstatuar se deri me 31 dhjetor të vitit 2023 mungonin mbi 433.000 euro që nuk kishin deponuar në bank. Edhe pse alarmi ishte dhënë nga auditori, menaxhmenti i BKS-s nuk reagoi menjëherë. Dokumentet tregojnë se ushtruesi i detyrës së drejtorit ekzekutiv në atë kohë, Shefik Gërbovci, kishte dieni për rastin shumë kohë para se të ndërmerreshin masa disiplinore. Dyshimet bëhen edhe më serioze për shkak se parat nuk u kthyen menjëherë. Një pjesë e tyre u deponuan në fillim të vitit 2024, ndërsa pjesa tjetër vetëm me 2 maj të vitit 2024, pra 5 muaj pasi ishte ngritur alarmi nga auditori. Kjo ka ngritur dyshime se mjetët nuk kanë qenë fizikisht në ardh gjatë gjithë kohës, por mund të jenë përdorur diku tjetër dhe më pas janë mbledhur për t'u kthyer në bank. Për një rast që në shumë institucione do të përfundonte në prokurori, në BKS u vendos vetëm një masë administrative. Me vendim të komisionit disiplinor, Liridon Makolli u transferua nga pozita koordinatorit në Merdare në pozitën zyrtar për shitjen e policave në Prishtinë dhe mori një vërejtje me shkrim. Komisioni disiplinor udhëhiqej nga Faik Sulejmani, ndërsa pjesë e tij ishin edhe Gëzonjeta Beqiri dhe Astrid Veseli. Vetë proces verbali i komisionit pranon se ka pasur dështim të mbikëqyrjes dhe kontrollit të rregullt. Në dokument thuhet se problemet do të ishin identifikuar me kohë nëse procesi i mbikëqyrjes dhe kontrollit do të bëhej në baza të rregullta. Kjo ka ngritur pikpyetje edhe për përgjegjësinë e zyrtarëve të tjerë të lartë në BKS, përfshirë Valon Berishën si përgjegjës i financave dhe Reze Tafilajn si drejtoresh mbikëqyrëse e Makollit. Komisioni konfirmoi se Makolli kishte shkelur rregulloren që obligon deponimin ditor të mjeteve, por dokumentet nuk japin përgjigje në pyetjen kryesore: ku qëndruan dhe për çfarë u përdorën mbi 433.000 euro për 5 muaj. Insideri ka pyetur edhe BKS-n edhe Bankën Qendrore të Kosovës nëse dihet për çfarë janë përdorur këto para gjatë periudhës sa nuk ishin deponuar, por deri tani nuk ka marrë përgjigje. Gjatë hulumtimit, menaxhmenti i BKS-s ka tentuar ta pengojë publikimin e rastit duke pretenduar se BKS nuk është institucion publik. Megjithatë, ligji e obligon këtë institucion që t'i raportojë Bankës Qendrore për ushtrimin e autorizimeve publike. Parat që menaxhon BKS nuk janë private, ato mblidhen nga qytetarët përmes policave të detyrueshme të sigurimit që paguhen për qarkullim në rrugë. Deri tani, rasti është mbyllur vetëm me mase të lehta disiplinore dhe transferimin e Liridon Makollit nga Merdaria në Prishtinë. Ish ushtruesi i detyrës drejtori Shefik Gërbovci, që formoi komisionin disiplinor, nuk ka sqaruar pse u lejua kjo vonesë gjatë në deponimin e parave. Po ashtu mbetet e paqartë edhe përgjegjësia e Valon Berishës dhe Reze Tafilajt për mungesën e kontrollit dhe mbikëqyrjes. Në këtë rast, rol kishte edhe Faik Sulejmani, kryetari i komisionit disiplinor, i cili vendosi vetëm transferimin e Makollit dhe jo masa më të rënda. Emri i Sulejmanit është përmendur edhe në raportimet e mëhershme të Insiderit për pagesa shtesë të dyshimta ndaj zyrtarëve të BKS-s.